Me këtë organizim që keni sot? Po. Asnjëherë nuk ke. Do të thënë Greqia mund ta pushtoj për 1 orë. Kur të doj. Domethënë, nëse Greqia nisën në Kakavi, sa duan ato mjetet për të ardhur nga Kakavia në Tiranë, duan ja 3-4 orë, aq që është. Dhe nuk është puna që Greqia i ka të fshehta këto plane, këto ide, gjithsesi i ka demonstruar gjithnjë. Po, mori avionet nga Franca, fregatat. Në 1997, në kohën e çthurjes së shtetit shqiptar, Greqia e kishte planin për pushtimin e Shqipërisë Jugut deri në Shkumbin. E publikoi, s'ngeli më gazetë në faqe të dheut dhe nuk reagoi njeri. Dhe ajo bëri gati trupat për t'i çuar në Shqipëri, për pushtimin e Shqipërisë Jugut. Nuk ka sekret, çdo gjë ka qenë e hapur. Dhe ndaloi sepse Amerika dhe Turqia e kërcënuan hapur presidentin Clinton dhe ajo kryeministja zonja e hekur Tansu Çiller i dha një ultimatum të prerë, asnjë ushtar nuk do të lëvizë drejtim Shqipërisë. Dhe kjo e ndaloi atë, jo se Evropa apo ndonjë koalicion tjetër do ndalonte Greqinë. Greqia dhe sot janë të Evropa i di, ai Bashkimi Evropian e di, i din strukturat dhe aftësitë e Greqisë dhe planet që ka Greqia për pushtimin e Shqipërisë. Edhe ligjin e luftës që s'e ka hequr akoma. Janë fare të qarta, nuk janë sekrete. Apo marrim fqinjin tjetër në veri. Marrim Serbinë. Serbia i den e kohës carëve, ku diun e ka të sankcionuar në pavarësisht nga situata që ka sot ajo që është në vështirësi etj. Por i det nuk i ka braktisur dhe ajo e ka në planet e veta sa janë realizueshme tjetër që të pushtoj Shqipërinë deri në Shkumbin. Dhe të dy fqinjit tanë, Jugu dhe Veriu, Greqia dhe Serbia, këtë plan kanë patur, këto i kanë fare ashiqare hapur, nuk i kanë të fsheta. Dhe politika jo mund se marrë vesh që vete lëpihet edhe bëhet servile këtyre vendeve. Jo vetëm këtyre, por këto plane i di dhe NATO. NATO i di shumë mirë, shtabet e NATO-s i dinë se çfarë idesh kanë ushtarakët grek. Dhe s'kan për të hequr asnjëherë ide nga këto. S'kan për të ndryshuar, sepse ajo është një politikë tradicionale e këtyre dy fqinjve tanë që të paktën 2 shekuj jetu, e kanë të programuar, të sigurt, të vendosur që në momentin e përshtatshëm ata do bëjnë këtë, do ta coptojnë Shqipërinë. Dhe plani i coptimit të Shqipërisë nuk u prish punë fare atyre zotërinjve të Evropës. Aq më tepër me këto halle probleme që kanë të tjera. Tani që kur u dalin problemet e tyre, atëre ata kur s'do t'u bjerë ndërmend që ekziston Shqipëria, po edhe nëse ekziston punë e madhe, le të merret Greqia apo. Kështu që ne të paktën që nga dalja nga trakati i Varshavës dhe duke patur aleancë vetëm Kinën, dhe mbas prishjesh me Kinën ne nuk kemi krijuar më aleanca të tjera, as politike, as ushtarake e tjera. Këto aleanca që janë kështu që flitet çdo ditë në televizor janë aleanca pa bazë.